Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëvërësit. Falëndërimi dhe lavdërimet tona gjithmonë qoshin për Zotin ton, për shëndetjet tona më të mira, për herë me salavat dhe selame. Qoshin mbi zotërinë ton, pejgamberin ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të ndershëm, dhe mbi mbarë ata që ndjekin rrugën e tij gjatë ditën e gjykimit. Të nderuar të shikues, vëllezër dhe motra. Kudo që jeni na shikoni nëpërmjet ekranit të besës, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Duke lutur të Madhin Zot për pranimin të çdo ibadeti, adhurimi që munduar t'i bëjmë gjatë ditëve të kaluara, dhe duke lutur sërish të Madhin Zot që të na lejoj jetën tonë, të na bëj ibadetet tona sa më të lehta dhe të mundshme që t'i realizojmë ato ashtu siç kemi dëshirë neve. Në ditët e sotshme, ajo që më shumë të ndoshta vuan ummeti musliman, muslimanët në përgjithësi, është, mund të themi, një sëmundje që pothuajse të gjithë i ka kapluar. Është një virus që ka hyrë në shpirtat tonë. Është një virus që ka kapluar trupin tonë. Është një sëmundje që ka kapluar mendjen tonë. Dhe në shumë të rasteve mendojmë se secili jemi në hak, secili jemi në rrugën e drejtë. Pra, pikrisht është përçarja ajo që sot e ka pru botën islame në këtë gjendje që dëgjojmë dhe shohim. Mbytje këtu, vrasja aty, gjëra të tjera të shëmtuara të cilat nuk i kanë hije muslimanëve, gjëra të cilat na i kanë ndaluar edhe Zoti, por edhe i dërguari i tij. Prandaj të nderuar të shikues, ajo që më shumë të sot kemi nevojë është uniteti, bashkimi në mesin e muslimanëve. Dhe sonte pikrisht për këtë temë, unitetin në mesin e muslimanëve, kemi ftuar në studion tonë këtu që të na flet të gjithëve së bashku, kryetari i Këshillit Bashkisë Islame në prezant, Magjistri Besim Efendi Berisha. Besim Efendi, mirë se keni ardhur. U mundova të bëj një hyrje sa i përket në vërtet uniteti, një çështje madhore që duhet flasim dhe duhet të thrasim njerëzit vazhdimisht, jo vetëm hoxhallarët, jo që na preokupon vetëm ne hoxhallarëve çështja e unitetit, por kjo çështje do t'i preokupojë të gjithë, qoftë politikanët, qoftë gazetarët, qoftë të tjerë, sepse po shohim çdo ditë më shumë përçarje të reja po vinë, qoftë në mesin e muslimanëve, qoftë në mesin e botës islame, qoftë në mesin edhe me një qytet vogël, me një fshat vogël, shohim se aty janë të ndarë nëpër grupe, nëpër xhamate, nëpër parti dhe gjëra të ndryshme ku më pas po ndodhen telashet. Besim Efendi, padyshim që ajetet shumëta në Kur'an, nëse marrim Kur'anin lexojmë, ka ajete të cilat na flasin për unitetin që duhet ta kenë besimtarët në mesin e tyre. Por edhe thënien e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që flasin për këtë temë janë të shumta. Cilat prej këtyre argumenteve kuranore dhe thënie profetike do të na kishit veçuar sonte rreth kësaj teme? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimet janë për Allahun xhalla shanuhu, krijuesin ton, krijuesin e çdo gjëje. Salavatet, selamet janë për mësuesin ton, edukatorin ton, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht i falenderojmë për kohën që keni gjetë me na nda neve këto minutash që të flasim për një temë goxha të rëndësishme dhe pa aq të rrezikshme për popullin, siç e thekët edhe ju në fillim, një smuje, një virus. Falenderojmë televizionin Besa që na jep mundësi me dal para ekraneve të saj dhe falenderojmë gjithë xhamatin tonë që na përcjellin, na ndjekin dhe që dash Zotit kanë dobi ne mas pari, pastaj edhe ata që na shiqojnë nga këto fjalë që do të fliten këtu për këto pak minuta. Kjo sëmundje apo ky vërtet që është duke na munguar pra uniteti dhe bashkimi apo xhamati që quhet më mirë në gjuhën e popullit, që njihet më mirë, që kuptohet më mirë dhe është origjinali i kësaj teme që neve do ta flasim. Pra të qenurit xhamat e kundërta kësaj ajo që cekët edhe ju përçarja që po ndodh tek ne në bar popullin, duke filluar nga lart e poshtë tek ne fetarët dhe tek ata të cilët neve na udhëheqin e kështu me radhë, është një ves i ligë që na ka kapluar gjithëve dhe që i kemi breng dhe e kemi problematik të jetës
se cila sfera jetës, qoftë ne në për xhami apo si institucione fetare, edhe qoftë ato institucionet zyrtare shtetërore. Jemi shumë pak në numër si besimtar dhe si shqiptar dhe si njerëz që jetojmë këtë Kosovën tonë dashur për tu përçarë. Jemi shumë pak, jemi as 2 milion nuk jemi. Dhe nga vetë fakti që jemi shumë pak dhe nifemi me njëri tjetrin, neve nuk kemi hesab dhe nuk duhet të kapemi për gjëra të cilat neve munden me na përçarë dhe janë aspektet që neve na ndajnë. Dhe jemi shumë pak për me pas kaq divergjenca. Edhe pse divergjencat mund të jenë rahmet, mund të jenë mëshirë, por bëhen të rrezikshme atëherë kur kalojnë në përçamje. Dhe kjo neve po na mundon si hoxhallar, si prijës që populli jon, xhamati jon, xhamatlit ton, çdo divergjencë, çdo keq kuptim të fesë, çdo mos pajtim mes tyne, ne i bëjmë apel që mos ta kalojnë atë vijën e kuqet të me kalon në përçamje. Pra mundesh me pas mos pajtim me dikon, mundesh mos me pëlqy mendimin e tjetrit, mundesh mos me përputh me mendimin e tij, por në momentin kur kjo mbetet vetëm me kaq, atëherë është rahmet, është mëshirë. Kur i kalon këto suaza, atëherë bëhet përçamje, edhe atëherë hyn në fuqi njëri prej ajeteve që edhe ju thatë ka shumë, por ne padyshim që për shkak kohës nuk mund t'i cekim të gjithë, hyn në fuqi dhe e merr rolin e vet ajeti ku Allahu xhalla shanu thot estaizu billah bismillah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kapuni, lidhuni, kapuni fort për litarin. Pra për litarin kur ka pas qëllim Zoti xhalla shanu ka thonë për Kur'anin, për fen, për dinin e tij. Kapuni fort për litarin e Zotit dhe mos u përçani. Dhe Allahu xhalla shanu jo me padyshim neve na ka tërheq vretjen dhe na ka thonë fillim të ajetit që duhet fillimisht besimtarët për mos më u përça, duhet më u kap fort për litarin e Zotit. Duhet më kap fort për dinin e tij, me zbatu fen, me zbatu traditat edhe konditat që i sjell Kur'ani, feja, pejgamberi alayhis salam, nëse vazhdimi i ajetit, nëse nuk do më u përça. Kurse është shumë lehtë më u përça dhe është shumë lehtë mos më u bazu në këtë ajet kuranor, ku Allahu xhalla shanu për na tërheq veten tek përçamja. Po paraprakisht nëse neve e zbatojmë urdhrin kuranor, porosit profetike, neve nuk kemi më u përça. Por për fat keq, neve në shumicën e rasteve nga vetë ndoshta të qenurit njeri, insan, që Zoti na ka kriju pak dopt, po bim prej apo po e harrojmë në një momenti ajetet e Kur'anit dhe po bim prej e kënaqësive dhe etekeve të dunjas dhe lakmive që po i kemi, ndoshta për më ngrit në famë, ndoshta për më bë më të mirë se të tjerët, dhe ato që e ke përballë faktikisht ajo që po të përçon me ato që e ke përballë është një diçka ndoshta shumë e thjeshtë, po vjen deri tek ajo që Allahu xhalla shanu ta ka tërheq vërejtën ty dhe mua. Dhe një ajet tjetër ku Allahu xhalla shanu gjithashtu neve na tërheq vërejtën tek përçamja, por edhe na kallzon një arsye shumë të fortë se nëse përçahemi çka na ndodh. Dhe Allahu xhalla shanu Kur'anin e Kerim thot: "Wa atiullaha war rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin." Thot respektojeni, nderojeni Allahun, pra respektoni Zotin dhe të dërguarin e tij. Pra respektojeni urdhrat e Zotit, pra Kur'anin, përmbajuni Kur'anit dhe faktikisht përmbajuni sunnetit, përmbajuni traditës pejgamberit alayhis salam. Pse po thot dhe mos u përçani, dhe mos u përçani në ermete. Pse mos u përça? Po thot nëse përçaheni, ju do të dobësoheni dhe do të humbni fuqinë. Pa kur të mirreni me njëri tjetrin, kur të përçaheni mes vete, keni më u dobësu dhe keni me humb fuqinë. Dhe po thot në fund të jeni durueshëm. Pra po na thot Zoti, "Bonu sabërli, sepse Allahu është me ata që bëjnë sabër." Pra neve Zoti xhela shanu më në fillim të ajetit po na thot neve duhet me praktiku Kur'anin, rregullat kuranore, me praktiku sunnetin e tij, pejgamberi alayhis salam dërguarit e tij, dhe po në thot mos u përçani se nëse përçaheni keni më u dobësu. Po na tregon përfundimin, po na tregon atfar konkluzimin e fundit që nëse neve përçahemi kena më dobësu dhe nëse dobësohemi, armiku atëherë mundet me lut me neve shumë ma lehtë dhe shumë ma kollaj, mundet me pas sukses mbi ne kur ne mirremi me njëri tjetrin, pra besimtarët, njerëzit që i kanë një fe, një kom, një tradit, një gjuhë, mirren për gjëra dytësore, tretësore të fesë
dhe me një farë mënyre e humbim atë që është parësore të qenërit vëllezër, sepse Allahu po na citon në Kur'an thotë me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Pra pavarësisht se si mendon ti, unë ty të kam vëlla. Pavarësisht se ndoshta kemi ngatresa ka pak punë ty të kam vëlla, sepse ashtu Zoti po urdhnon Kur'an me të çujt dhe me të konsideru dhe me të respektu në atë formë. Pra nëse ne përçahemi kemi me u dobësu dhe qëllimet e atyre që dojmë na bë keq kanë me qenë shumë atleta, shumë më shpejt kanë më arrit tek qëllimet ata keq dashës të umetit, në veçanti tek ne tek Kosova jonë e dashur që është e thash edhe më herët shumë e vogël dhe shumë pak jemi për mu përçah sepse shumë lehtë, shumë akoma më lehtë se në vende të tjera islame mundet me arrit qëllimi i atyre që dojnë me na bënë neve keq dhe zonë na pa këtë formë të mirë dhe si musliman me pa xhamitë e mbushura, me pa një tarinj që shkojnë në xhami e të ngjashme. Kurse i dërguari i Allahu xhalla shanuhu pejgamberi alayhis salam në një hadith që e transmeton njëri prej shokëve të tij Nu'man ibn Bashir, ku thot, për e citoj hadithin, ku thot, men lem yushkiril kalil, ai i cili nuk falenderon pak, lem yushkiril kathir, nuk falenderon as shumë. Pra një njeri i cili nuk është mësu me të thonë faleminderit kur ta bjen një gotë ujë, ai nuk mundet me thonë edhe për një mirësi, për një begati më të madhe faleminderit. Pra të falenderosh për pak, të mëson me falendru edhe për shumë. Pra kur ti kënaqesh dhe të vjen mirë kur dikush ta bën një shërbim shumë të vogël dhe i thu o faleminderit shumë, Allahu të shpërblet e tilla, atëherë ti ka më të mësu goja me falendëru edhe shumë. Po vazhdon ajeti hadithi nga pejgamberi se ku thot: "Wa man lam yushkiri nas lam yushkiri Allah." Pra ai i cili nuk e falendron njeriu për çet shërbim që po ta bën, nuk i mësohet goja me falendëru edhe Zotin, edhe Allahun. Pra neve se në një hadith tjetër po thot pejgamberi sa kush e falenderon Zotin, është falendrues edhe ndaj Allahut. I ngjashëm me këtë hadith. Pra neve duhet që ta falendrojmë robin për një mirësi, për një begati, për një shërbim, për një punë që ta kryejnë, e si mos ta falendrojmë Zotin që vetëm me unal dhe me mendu begatitë e tij, mirësitë e tij që na ka sjellë në dynjë, vetëm me unal me mendu frymarrjen tonë që e marrim, këtë nimet të madh që na ka dhënë Zoti, vetëm unal me mendu që Allahu xhalla shanuhu neve po na jep çdo sekond të mira në dynjë. Se vetë po thotë në Kur'anin e Kerim, nëse naleni me i numru ato nuk keni pas mundësi me i numru. Pra dhe neve këtu nuk mundemi me i numru të mira që ne ka falë Zoti. Pra neve t'i falendrojmë njerëzit, të mësohet goja jonë me falendru dikën qoftë edhe më i vogël se ti, qoftë me vite, qoftë me pozitë, qoftë me makame të tjera dhe gradualisht na mësohet apo vetë ju na mësohet goja edhe me falendëru Zotin xhalla shanu. Dhe vazhdimi i hadithit po thotë: "Wa tahadduth bi ni'mati Allahi shukr", dhe meditimi apo mendimi apo nalja, mumonal dhe me mendu për nimetet e Zotit u thotë është falënderim. Me meditu, me thonë Zotit çka ka kriju, me dalë në natyrë, me bën një ecje, me qëndru në natyrë dhe me pa bjeshkët, me pa qiellin, me pa gjelbrimin, me pa bukuritë e natyrës, me meditu për mirësitë, për nimetet, veç me meditu, ka thonë Muhamedi alayhis salam, është falënderim. Kurse wa tarkuha kufr. Dhe ajo çka apo lënia apo mos meditimi apo me thonë që jo ai uji është ujë apo frymarrja shkarë sa shkur gjë apo buka ushqimi apo familja, fëmia, vladi, pasonia, gjitha nimetet me thonë s'janë asgjë, ka thonë është mohim, është përbuzje, është nënçmim për mirësitë që e bën, që ti ka bërë Zoti ty, pra me thonë s'është kur gjë ajo, s'është kur gjë kjo, me pa nga një aspekt shumë thjesht, çdo nimet që neve Zoti ne ka thonë është përbuzje, është nënçmim, është mohim. Dhe fundi i hadithit ku neve po na intereson ndoshta më shumë për temën tonë, dhe thot wal jama'atu rahme, pra bashkimi, uniteti apo xhamati është rahmet, është mëshirë. Wal firqa adhab, dhe ndasit, përçamja apo munda besimtarët janë ndëshkim. Janë një lloj azabi që Zoti i jep njerëzve në forma të ndryshme, pastaj vjen ky azab që nështë në vazhdim në të ajmen mundësia me folë. Pra, xhamati, bashkimi, uniteti i besimtarëve është mëshirë prej Zotit, që Allahu e lëshon mëshirën mes besimtarëve kur i sheh ata që janë bë bashkë për një qëllim, për një punë të hajrit dhe për një punë të mirë, çfarë do qoftë ajo, me ndihmu njerëzve, me ndihmu xhamis, me ndihmu rrugës, me ndihmu popullit, me qenë shërbim të vatanit, shumë mirësi dhe shumë punë të mira që bëhen me qëllim të pastër dhe me sinqeritet, Allahu xhalla shanu e lëshon mëshirën mbi këta njerëz.
Kurse nëse ne ndahemi, nëse ne përçahemi, Allahu xhaleshanu ka më na çu azab, dhe ky azabi unë kam përmend edhe në hutbet tona, në përnejet tona, ndoshta karakterit fetar, kanë thonë që ky azab, ky ndëshkim, nuk duhet të jetë vetëm figurativ apo fizik. Me mendu na që neve Zoti ka më na çu një termet, me mendu që Zoti ka më na çu neve një ta diunë, një fatkeqësi natyrore. Kjo nuk duhet kuptohet nga besimtarët se azabi që përmendet në Kur'an në shumë vende është vetëm i asaj natyre. Kurse azabi i cilën neve po përjetojmë si popull është shumë më i rëndë, është shumë më i mundimshëm se sa ky azab që e ceka apo lufta që kemi përjetuar na si popull 98-99. E kemi pas azab, e kemi pas ndëshkim për të këqijat, për të mirat, për ato gjëra që kena bëu, Allahu e di më së miri, dhe kemi kalu atë luftë, por ne nuk duhet përjetojmë edhe një luftë me pas, si më thon çekani i Zotit me nam shumë mbi kokë, më thon ej, hajeni në vetë se sjeni të bëu mirë. Po azabin që jemi të përjetuar ne si popull, stresi dhe edhe psikologjia e prishur e popullit, smundjen mentale që aty përjetu ky popull, mospasja e rahatisë, e bereqetit dhe moskënaqësia me nimetet që të rrethojnë, sepse na sot fëmijët tanë, të rinjt tanë, apo edhe ne mosha mesatare që jemi, i kemi çdo mirësi, çdo begati që ka falë Zoti në tokë, por ne prapë jemi të kënaqur. Dhe që kjo është një ndëshkim që Zoti ta ka sjellë mos më kënaq me secilën mirësi që baballarët tonë, gjyshit tonë se kanë pas, po ju kanë shumë të kënaqur se ne. Kurse ne këtë ndëshkim jemi të e përjetuar në këtë formë, me thonë fojza formën moderne jemi të e përjetuar këtë ndëshkim, sepse neve nuk duhet me prit neve vetëm na ndodh diçka një smuje neve apo familjarëve tonë që na më thonë o Zot na fal ose o Zot po kthej nga rruga jote. Neve kur kemi ankthë, kur kemi strese, kur kemi prishje psikologjike, kur s'kemi rahati në vetë dhe në familje, kur nuk kemi bereqet në pagën që marrim, në të ardhmën që kemi, atëherë është ndëshkimi i Zotit. Besim në fillim me vërtet këto ajete që përmendet, por edhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam thënie profetike na bëjnë që të kuptojmë që mbi gjitha është uniteti muslimanëve. Të lihen përçarjet, të lihen mosmarrveshjet në mesin e njerëzve. Ka patur mosmarrveshje, do të ketë mosmarrveshje për herë. Mirë po, sikur këto përçarje të cilat po shfaqen dhe po përhapen çdo ditë më shumë, sikur të lihen pak më anash dhe njerëzit të mirën me punë, që themi fjalën popullore, të mirën me punë më të mendshme, se sa me thasha thënë, me gjëra të kota, me gjëra të cilat po na prishin, siç përmendët edhe ju, rahati jo vetëm rahati trupore, por rahati psiqike, rahati në çdo aspekt jetësor, po vjen deri tek ai shkatrimi i personalitetit të njerit, po vjen deri te ai mos rahatia shpirtërore e njerit nga gjitha këto fjalë dhe nga gjitha këto gjëra, pikërisht po fillon nga përçarja, nga mosuniteti. Ne sot në ditët e sotshme besoj vendi dim që në raste të ndryshme, në fushat të ndryshme, qoftë ato fushat politikës, qoftë fushat shoqërore, qoftë në fushat ekonomike apo gjëra të tjera të cilat neve jemi në rrethin që po na rrethon dhe në kohën që po jetojmë, patjetër që ka shkaqe të cilat vijnë deri tek përçarja, qoftë përçarja në politikë, përçarja në ekonomi, përçarja në shoqërinë përgjithësi. Mirë, po ajo që po na intereson sonte neve, cilat janë disa prej shkaqeve më kryesore të cilat po sjellin personin, po e sjellin njeriu deri tek përçarja dhe mos uniteti në mesin e muslimanëve. Po, padyshim që në të dy të cekën më në fillim që prej shkaqeve, prej arsyeve që po përçahemi neve sot, pra po shkaqe që i përçajnë besimtarët apo njerëzit sot në përgjithësi janë të shumta, sfera të shumta duke filluar nga politika, nga feja, nga çdo gjë që neve na rrethon. Dhe nëse e marrim me shikues këtu në mënyrë pak më të gjanë, mos pajtimet, mos kënaqësitë, po më mirë me thonë keq interpretimet që i bëhen çdo gjëje, qoftë fesë, qoftë politikës, qoftë ekonomisë, qoftë studimeve shkencore e tjera, vijnë nga mos pajtimi, mund të vi deri tek përçamja, ashtu siç e kanë edhe më herët. Pra, mund të mos mu pajtuna me një mendim, por ky duhet të jetë vetëm mos pajtim i idesë dhe nuk duhet të jetë shkaktar për më u përçah.
mes neve. Unë duke lexuar për këtë temë hasa në një thënie në një vend diku në një tregim gjys fletësh kështu, Hazreti Uthmani si halife ka shku në Arafat dhe nuk i ka bashku namazet. Pra ka fal namazet të plota dhe na dim nga praktika sepse çdo mëdhheb edhe mëdhhebi Hanefi i bashkojnë namazet, pra drekën, i qindin, akshamin, jacin, kështu me radhë, i falin nga dy. Dhe Hazreti Uthmani nuk i ka bashku dhe nuk i ka fal të shkurtuara, por i ka fal të plota. Dhe dy nga sahabit, Abdullah ibn Mesudi dhe një sahabi tjetër, që për momentin s'm kujtohet ndoshta emri, e kanë kundërshtuar shumë. Domethënë s'kan qenë të pajtuar me punën që e ka bo si halife Hazreti Uthmani, edhe pse ka jetu me Resulullahin, ka jetu me Abu Bekrin e Omerin dhe është halife i besimtarëve, por nuk e ka bo një veprim të mirë që nuk është bo deri në atë kohë, pra ka bo një risi, ka bo një gjë që si kanë bo tjertë. Dhe Abdullah ibn Mesudi, një dietar i madh nga sahabit, një njeri i cili ka njohur shumë bukur fen, posaçërisht fikun dhe lëmit tjera, tefsirin e kështu me radhë, por i ka njoft çdo, pra thuhet për Abdullah ibn Mesudin, e ka njoft secilin ajet me sebebun nuzul, pra me shkakun e zbritjes dhe arsyen dhe ku ka zbrit e të ngjashme. Pra aq fort e ka njoft fen, saqë s'ka mujt më u pajtu me veprimin e Hazreti Uthmanit, por çka ka bë, u fal pas tij. I ka fal, se ka kundërshtuar, më thonë jo, ki gabim dhe unë s'bim më fal mas teje. Edhe pse halife mos më intereson us fal mas teje. Por i ka falë dhe ata i kanë thonë, po pse ti shumë e kundërshtove, sahabit tjerë, atë shumë e kundërshtove sa që na mendum që ka me pas në i kacafytje, kështu me radhë. Tha, une mos më pajtu me ato që vepron, këtë rast Uthmani, apo halifeja, apo një dhe, po une nuk e lejoj që ky veprim të na përçaj neve me zvetë. Nuk e bi punën, apo me thonë pamba pëlloqe, nuk e bi punën më u përla. Unë mos më pajtu me atë, unë çona falna prapë, se nëse falna ndryshe, nëse e bëj një xhamat me një qyshe të xhamis, se e ka praktikuar Resulullahi, Abu Bekri apo Omeri, dhe unë jam i mençëm se Uthmani, atëherë po bëj përçarje midis një xhamatit. Midis një xhamatit shumë të vogël, për atë kohë ndoshta jo i vogël, po për këtë kohën tonë që jemi në për xhamia, është goxha i vogël, më u përçon këtë formë. Pra, me këtë shembull desha t'rregoj që neve edhe nëse dikush në xhami, qoftë hoxha, qoftë vaizi, qoftë kush do qoftë, është duke bërë një veprim që nuk është ndesh meritet bazë të fesë. Pra, edhe nëse nuk e ka bërë Resulullahi, po është duke bërë një hoxhë në katun tëndin atje dhe në qytet tëndin, në lagje tënde, për mos më u përça, do të me vepru si Abdullah ibn Mesudi, për mos më u përça, për hir të vllaznillëkut, për hir të unitetit, mos e bën. Leje atë punë që ti mendon që është ringjallje, ripartirje një suneti dhe po dal me fitu 10-20 sevape për që po e ripartrim një sunet. Është më me rëndësi me fitu ti 10 sevape që po dal me ringjall një sunet, është më me rëndësi mos më u përça që e ke ndalesë absolute, ki haram më u përça. Pra si me pi alkool, si me bazina edhe përçamin e ki haram. Neve masi e thash këto po du me hap pak. Se neve s'po i kuptojmë të gjana, kur po themi për shembull mos u përçani, pa e marrim shumë thjesht. Kur po themi mos pini alkool, haram alkooli. Po haram edhe më përça. Është një jetë, është ndalesë, është nehi, domethënë është e preme, nuk është valla bush më përça për diçka. Jo, nuk mundesh më përça, nuk duhet më përça. Nëse një sahabi si Abdullah ibn Mesudi nuk u ka përça, edhe ka ditë shumë mirë se si u ka fal pejgamberi alayhis salam. E ka ditë që i ka fal nga 2 recate. Pra drekën, ikindin dhe yacin, dhe nuk i ka prish, nuk i ka thonë, Uthman, shka e të bo, për shembull si ka falë Rasulullah, e ka lënë, ka thonë unë sem i pajtimit me këtë që po e bëm, por nuk përçahem. Dhe neve prej shkaqeve që neve na përçajnë sot, është njëra prej tyne, e thash mos pajtimet, po ka edhe shumë një hadith shumë të shkurtër do ta ceki një pejgamber sa që i ka përmend 2-3 shkaqe që e bin punën me u nda besimtarët. Pra nëse nuk i zbatojmë atëherë automatikisht ne jemi të ndarë. Dhe pejgamberi se më ka thonë mos ushqeni armiqësi në me njëri tjetrin. Pra mos ushqeni me armiqësi, mos e shiko tjetrin apo besimtarin me armiqësi sepse ajo të ndan. Nëse fillon me shiku me armiqësi besimtarin, ti kemi pas mendime negative për to dhe automatikisht ti kemi u nda prej tij. Kemi e fut një barrierë mes teje dhe atij, kemi pas një perde, kemi pas një mush,
në vend se me pas një urë. Pra kemi pas një hendek, kemi pas një pengesë duke mendu se ai është kështu, ai është bën këtë punë, e tjera, dhe ti kemi formu hendeqe, dhe ti armiqësinë që ushqen duhet me shndru në dashuri. Dhe pejgamberi po vazhdon dhe po thotë, mos ushqeni zili me njëri tjetrin, mos keni inate. Mos ushqeni inate, mos keni xhelozina, po thotë mes vete. Mos mani, mos e zgjatni inatin. Pra mos keni vallai ka bë këtë punë filani, po bani edhe ti, puno, angazhohu, zgjohu, lype riskun, kape riskun, ndjeke dhe mos prit që ka me të ardhë nga qielli. Dhe bëja ato që ka bë ai ndoshta edhe më mirë se ai. Pra pejgamberi sa për shkaqeve të ndamjes, përçamjes besimtarëve ka thonë që mund të jetë edhe zilia që e kanë besimtarë. Se unë kur kam zilin ndaj teje, unë automatikisht kam mendime të këqija për ty dhe nuk mund të pi kafe me ty. Më thonë, ndoshta falemi me një xhami, ndoshta kemi të njëjtin kible, po mendojnë të njëjtin imam, falemi pas një hoxhës, pas një mirhabi. Por ne kur kemi zili me njëri tjetër, neve s'kemi qef fort më ardh nga në xhami apo në rrugë apo në institucion ku punojmë e tjera. Pra neve pejgamberi sa më ka thonë, mos dhe në fund ka thonë, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Pra mos u bëni shkaktar që një gjë e dynjas juve më bë shkaktar më ja u kthy shpinën njëri tjetrit dhe kur t'ja kthesh shpinën muslimanit, automatikisht ti ke më përçah. Automatikisht ti ke më fol keq për to. Automatikisht nga kthimi i shpinës kuptojmë me lënë lloç tjetrin. Mos me i ndihmu, me ku ta sheh keq, që thot populli me qitë edhe një herë shkelmin në shpinë edhe ti. Pra, me kthimin e shpinës kuptojmë që nëse kam mundësi me të ndihmu, mos me të ndihmu me bë kishe s'po të shoh. Pra, kurse si shkak po arsye më i rëndësishëm i përçarjes besimtarëve është paragjykimi. Pra, paragjykimi është njëra prej arsyeve më të mëdha që neve sot e përmendet edhe ju në fillim shumë bukur që po na ndan si ky virusi që po na përçan është paragjykimi që po kemi me njëri tjetrin. Pra ne si besimtar pa nejt kurrë me një njeri, unë kam mundësi me thonë vetë faqe me t'i shkujt pra një person. Pra secili prej neve, secili prej besimtarëve sot e ka një koment për tjetrin pa nejt kurrë. Është si ves kjo. Ndoshta nga mos puna, ndoshta nga mos angazhimi, por neve për fat keq paragjykojmë për tjetrin. Dhe kjo është që neve na bën me ndo, na bën me u përçah, na bën me pas barriera, na bën me pas mendime të këqija për njëri tjetrin. Na bën nga përçami, nga paragjykimi ma ne vinë edhe gjona tjera që na ndojnë, siç është gibeti, mbajtja fjalëve, edhe shumë dukuri negative, shumë ndalesa, shumë harame tjera që nga paragjykimi që kemi për njëri tjetrin, neve vim deri tek përçamja. Sepse kur kam paragjykim për dikë, unë kam e fol diçka, kam e mbush atë që e tham, kam e mbush me koment dhe kam e shtu diçka, kam e gënjy diçka që nuk e ka ai person dhe me automatizëm neve ndohemi nga ai, përçahemi nga ai me atë vetëm se ne kemi një mendim ndryshe nga ai, e bëjmë një paragjykim se ndoshta ai është kështu apo është ashtu pa net kur, pa e ditë se në vërtet. Dhe ne kemi shumë raste kur njerëzit thonë vallai s'kam net kur me ju, po nuk qenë këtë ashtu siç kam menduar apo ashtu siç kam besuar apo siç kam ni. Se ki shumë njerëz që pish kafe për 50 minuta e shen që nuk jenë ndryshe nga ajo që ai kanë thonë. Dhe ta thotë në sy nga sinqeriteti. Pra, paragjykimi ashtu që shalla Allahu xhalla shanu në Kur'anin e Kerim ne ka thonë ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Pra, o ju që keni besu për i drejtohet neve, për në drejtohet besimtarëve që vetëm më kemi bo iman, vetëm më që kemi iman në zemrat tona, për të largohuni paragjykimit sepse një pjesë e saj është haram, është mëkat, është gjunah. Pra ne kemi si shprehi në për familje tona, në për neja tona, kursh ne për një sen shumë të vogël flasim keq për një njeri shumë. Pra për diçka shumë të vogël flasim shumë për një njeri dhe ngarkojmë vetveten tonë në gjunohe. Atë shumë ngarkohemi saqë nuk ndalemi si paragjykuar, nuk ndalemi së menduari keq për tjetrin dhe neve nuk kemi si me u dash, si me u bashku nëse unë paragjykoj për ty. S'kam qysh menet me ty me një vend, kur unë kam paragjykime me ty dhe unë kur të shoh ty me një vend mundona e kthej kryt anash, pse mos me të pa.
Pse? Se kam një paragjykim për ty se je njeri i ligë, edhe si jem qysh jem une. Edhe ai ndoshta mendon ty për ty njëjtë, ashtu edhe ne nuk e mendojmë gjatë tillë që çka mendon ti për tjetrin ka mundësi edhe ai me besu dhe me mendu njëjtë për ty. Por gjithmonë mendojmë se unë jem më i miri, unë jem më superiori, unë jem më meritori dhe unë di më shumë, unë kam njohuri rreth fesë më shumë, unë e njoh. Tash u flasim për fe, po kjo tema nuk është vetëm për fe, për islam, por është që sa edhe unë fillim është edhe për politikë, ndamja në bindje politike, por kur marrim me këshyr ma gjan, edhe ndamjet politike që i kemi në shtetin tonë, edhe ndamjet apo rrymat apo sektet fetare, qofshin medhhebet që i kemi në ummet, që ka thonë Muhamedi alayhis salam janë mëshirë. Këto xhamatet, grupacionet brenda ummetit janë mëshirë. Por çdo gjë që del jashtë këtij xhamati, formohet një xhamat brenda një xhamati tjetër, atëherë ajo është adhab. Pra neve nuk duhet me pa tjetrin, me një sy më të ulët. Pra nëse ti sot fal namaz dhe hyn në xhami dhe e shet dikë duke u fal ndryshe, nuk duhet me paragjyku sepse çon deti për çarje, apo nuk duhet me etiketu dhe nuk duhet me e linçu dhe me lën anash nga shoqëria, apo më u largu ti vetë nga shoqëria. Jemi në xhami, janë 20 veta, ti i vetëm dhe ti mos më fol me asnjënin, mos më shku në xhami ose më shku më u fal me një çosh, pse se unë mendoj ndryshe, apo falem ndryshe nga ata, apo ata falen ndryshe nga unë, dhe më ardh deri tek përçamja midis një xhamati shumë të ngushtë, 20-30 vetash apo qoftë edhe 500 vetash. Pra neve paragjykimet, zilia, inati dhe shumë shkaqe tjera, mos pajtimet që i kemi mes vete, na shkaktojnë përçamje dhe na bëjnë që na më u përça dhe mos më u bashku në një qëllim të vetëm për me ngrit fjalën e të Madhit Zot, por na ndajnë dhe na bëjnë copë lokma të vogla, një copëza të vogla për me na ngrënë më lehtë armiku, që për fat keq sot në Kosovën tonë apo në momentin përgjithësi e ka këtë smuje të përçarjes dhe jo të unitetit apo bashkëpunimit. Me të vërtetë Besim Efendi ndoshta prej shkaqeve të kryesore siç e përmendët edhe ju, pra të përçarjes në mesin e besimtarëve përgjithësi, në mesin e njerëzve përgjithësi, janë paragjykimet, siç përmendët edhe ju pikërisht, pra aty është edhe tema jonë kur njeriu fare pa qëndru me tjetrin, pa bisedu me tjetrin, mendon keq për ta, duke i menduar ato më të zezët, ose si thot, ai është në gjendje me shkruar faqe të shumta, duke shkruar për të keqen e tij, duke shkruar, duke imagjinuar ose duke marrë nga ato thashthamet nga njerëzit kështu, në realitet ai nuk ka qëndruar asnjë ditë. Ne kemi shembuj shumë ndoshta në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur pejgamberi siç përmendet edhe ju, ka urdhëruar shokët e tij që të mos paragjykojnë. Madje në disa raste shohim se edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur kanë patur raste të paragjykojnë për ndonjërin në mesin e tyre, atëherë janë munduar që ta shoqërojnë dhe ta kuptojnë realitetin e atij personi. A është një mend ajo që po mendojnë që paragjykojnë këta për atë, apo është e kundërta e asaj? Mirë po, shoqëria, muhabeti, biseda, do t'i kthjellojnë, do t'i sqarojnë gjitha ato paragjykime që e ka njeriu për të keq dhe do të kuptohet, a ka folur keq për ty, nuk ka folur. A është ai ky person me cilin ti personazh dhe ti po e dish këtë tjetër person dhe të tjerë po flasin këtë tjetër diçka. Besim Efendi, ndoshta patjetër që feja islame është ajo që në shumë të rasteve gjë ilaç edhe për këtë smundje, edhe për këtë virus që tham në fillim neve. Sipas fesë islame, si mund bashkohen besimtarët, cili është ilaçi ose si duhet bashkohen besimtarët që të largohet kjo përçarje në mesin e tyre? Është e thjeshtë, është edhe e thjeshtë, edhe e shkurt, edhe e domosdoshme, padyshim që edhe e domosdoshme, sidomos për këtë kohë ku jetojmë, sidomos për neve në Kosovë. Kur po them gjithmonë Kosovë, po du me cek dhe me potencu dhe me nënvizu dhe me theksu, me një theks të veçantë, sepse jemi duke u nënçmu, jemi duke u linçu, jemi duke u mos u dëshiru, me mujtë me qujtë është pak ma shumë si musliman në Kosovë, apo në mënyrë demokratike po na hahen të drejtat, dhe po e potencoj gjithmonë dhe kam qef me cek në për këto emisione televizive, ashtu apo në për hutbe,
në Kosovën që ne kemi kontribuar dhe kontribuojmë vazhdimisht si besimtar, si musliman pasi që jemi shumicë, dojmë mos kemi kontribuar dhe do të vazhdojmë me kontribu. Në këtë Kosovë neve po na cënohen të drejtat, po na ipen fort të drejtat dhe besimtari shikohet me një sy ndryshe. Dhe bashkimi jon, bashkimi muslimanëve, bashkimi i forcave, i mendimeve, i përvojave tona, i mospajtimeve tona, qofshin ato mospajtime, është shumë i thjesht, është mëse i thjesht, por është pak që ka të bëjë me egon ton, pak që ka të bëjë me nefsin ton, që ka të bëjë me mbrëndësin ton, me atë që neve ndoshta e flasim pas e veprojmë, por që është e thjesht më u vepru. E lën anash një çështje dytësore, tretësore, për hir të Allahut xhallashanuhu, për të hir të unitetit dhe kimu bashku. I lën anash mos pajtimet që i ke, qoftë ajo mënyra e faljes namazit, qoftë ajo dukja jote nga ana jashtme si besimtar, qoftë ajo programet partijake, flasim edhe për partitë, lën anash diçka që është dytësore, tretësore dhe kapesh për ato që është parsore. Kam fjalën për partitë politike, pra për gjithë ata që neve na udhëheqin dhe kanë probleme dytësore dhe tretësore dhe mirën me to, duke pas mundësi ma marrë me gjona që janë shumë më rëndësi për Kosovën tonë, për atë tonë, për shtetin tonë, dhe ne si besimtar duhet thashë është shumë lehtë mu bashku. Është shumë lehtë mu bashku se e lën inatin, kur është e kam fjalën sepse na jemi njerëz dhe nuk mundemi ndoshta shumë herë në shumë raste me lënë inatin, por kur është nevoja për ummet, kur është nevoja për fe, për din, kur është nevoja për vatan, e lën inatin, e lën xhelozin, e lën paragjykimin që vetëm folëm dhe kemi u bashku. Dhe unë po mendoj secili prej shiquesve tanë që po na shiqon këto momente duhet me qit gishtin kokë dhe me mendu vetëm disa sekonda. Dhe me thonë që nëse i lanë qëto, çfarë jetë kishte më pas muslimanin këtë tokë, apo njerëzit çfarë kënaqësie kishin më pas, për shembull me i lanë thashë thonë, me i lanë paragjykimet, me i lanë zilit, xhelozit, me i lanë mos pajtimet që i kanë, tu fillu prej familjes, tu fillu një rreth më gjanë në Kojshillak, tek Kojshit, tek akrabat, tek shkolla, tek puna, etj. Me i lanë inatet personale për çështjet madhore. Me i lanë inatin kur vjen puna tek çështjet e Zotit, krijuesit që janë parsore. Mos me i shti mend për diçka që është shumë e thjeshtë dhe që nuk çon pesh në imanin, në besimin tënd shumë apo fare, nëse ti e praktikon apo nuk e praktikon. Më e rëndësi është mos u përça apo me i fol dikuj, po do të thonë mos marrë dhe mos folja deri tek idhnimi mes besimtarëve, se sa ti me praktiku një gjallë dhe me bën një gjallë që ndoshta nuk kishte me çu pesh shumë në besimin në zemrën tënde, s'kishte me të përmirësuar shumë si besimtar ty nëse e praktikon. Pra është e thjeshtë, vetëm duhet me u koni vendosshëm, duhet me thon shejtanit jo, unë e kam vëlla, edhe pse kam mos pajtim, unë prapë e kam vëlla nga feja dhe ne nëse e bëjmë një nën pyetje se si duhet jemi të bashkuar, Muhamedi alayhis salam na ka përgjigj dhe ka thonë innal mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Besimtari për besimtarin duhet jetë si muri apo si ato blokat e fortifikuara që janë fort të ngjitura njëra me tjetrën, të një kalaje, të një ndërtesë të mëdha që e mbajnë njëra tjetrën, që i japin kuptim njëra tjetrës, që e forcojnë njëra tjetrën, sepse ato lidhen aq shumë fort me njëra tjetrën dhe bëjnë një kala. Dhe pejgamberi alayhis salam na ka thonë që besimtari duhet të jetë besimtarin kështu një, duhet të bashkohet, duhet ta kap fort vllaun e tij besimtar dhe ta formojnë një kala që nuk thyhet nga jashtë dhe nuk sulmohet vazhdimisht ashtu siç jemi duke u sulmuar si besimtar mbar rrezullin toksor, dhe duhet të forcohet aq fort thashë mos të lejoj tjetri t'ja shon vllaun e vet apo ky të bëhet sebeb me shajt vllaun e vet musliman në këtë rast për diçka apo nga dikush tjetër që është ateist apo është qafir apo është pabesimtar, e shumë kategori tjera që ti ndoshta sot për fat keq, për shkak të përçamjes që e ke me vllaun tënd, e lejon dikush me ta shoh vllaun tënd para syve, sepse tash po kujtohet edhe një thënie që më lexu dikon, s'u kujtohet internet, thotë
nuk po vjen inati nga ai personi i tretë, dikush tjetër që më ka shoh mua, po vjen inati nga ti, vllau im apo shoku im, se si ka mund ai me më shoh mua para teje. Pra ne faktikisht muslimanët jemi duke kaluar nëpër këtë fazë. Neve ma shumë po na bëjnë apo ma shumë po i bëjmë dëm vetvetes, apo dëmi që po na vjen prej njerëzve, prej personave që na i konsiderojmë shumë besimtar, shumë devotshëm, shumë drejt dhe dëmi që po i bëhet besimtarve, shkaktari prej shaktarëve, njëri prej shaktarëve kryesor apo më thonë i pari në një është vetë besimtari. Dhe ne nuk duhet me leju që personi i tretë me na shoh dikon të familjes apo një shok apo një vëlla të xhamis, një xhamatli në prezencën tonë, duhet më thonë shuj, duhet më thonë mbyllë gojen, nuk ta jap atë drejt me fol për personin që nuk është prezent, e të ngjashme. Kështu përmirësohet shoqëria. Pra, në këtë formë ne edhe afrohemi më shumë, edhe duhemi më shumë, edhe bashkohemi dhe i arrijmë më shumë qëllimet tona që i kemi për fenë, për adheun, për vendlindjen tonë, dhe nuk ka kush mundet me na ndalë, sepse të parët tonë selefi i ndershëm vetëm kështu të bashkuar kanë arrit fitore të mëdha në luftrat shumta që kanë bërë, dhe të bashkuar, të unifikuar, duke i lënë anash mos pajtime që eventuale kanë mund të pas për ndonjë strategji të mundshme, për vetëm një lidh për një qëllim, kanë qenë të bashkuar dhe ja kanë dalë në barë. Me të vërtetë pikërisht bashkimi është ai që në shumë të raste edhe një edhe në fjalën popullore themi, bashkimi bën fuqinë. Uniteti është ai që i forcon njerëzit mes dhe fuqizohen, madje çdo barierë që ndoshta mund ta kenë para tyre, njerëzit së bashku do ta shkatrojnë atë barierë, do t'i hedhin në humner ato gjëra të cilat u dalin para tyre dhe do dalin fitimtar. Besim Efendi, patjetër që ky unitet mesin e muslimanëve, të cilin Zoti po na urdhon siç përmendet edhe ju, por edhe thënien profetike janë të shumta. Ne nëse mbajmë këtë unitet, këtë bashkim, këtë vllazëllëk mesin ton, patjetër që prapa kësaj fshihen dobi, fshihen mirësi, fshihen, si thuhet në gjuhën popullore, ka fajde, ka dobi prapa këtyre. Cilat janë disa për këtyre dobive, fajdeve, cilat na i sjell uniteti ose fshihen pas unitetit mesin e muslimanëve? Po, pikërisht dobit të mirat, fajdat që i sjell uniteti janë shumëta që neve na bëjnë dobi, na hapin rrugën, na hapin horizontin, na lehtojnë, na lehtësojnë punën si besimtarë dhe si njerëz pavarësisht ku punojmë dhe ku veprojmë. Prej bashkimit, sepse na e dim shumë sot mirë se me punën kolektive, me punën grupore arrihet çdo gjë. Pra puna individuale që ka qenë para 3-4 vite nuk ekziston më, domethënë në botën më të avancuara, në për projektet më të avancuara, domethënë njerëzit punojnë në grupe, ulen rreth një tavoline, 10 veta, 15 veta dhe secili jep nga një mendim. Pra nga ky bashkim e nxjerrin një mendim shumë të bukur dhe del një fuqi, ajo që thotë dhe ju si populli që thotë bashkimi bën fuqinë. Pra nga punët që bëhen grupore arrihet suksesi. Pra nga uniteti ka dobi, ka të mira, sepse nuk munden, shkallon Muhamedi alayhis salam, nuk mundet me u bashku besimtarët për një të keq. Pra besimtarët është e pamundshme me u bashku me një mendim të keq. Nuk mundet të marrë drazi shumica e umetit apo shumica e besimtarëve për një punë të keq. Edhe na në për punë tona ku jemi në për institucionet tona nuk mundemi me mbledh për sherrin e njerëzve, sepse qëllimin e kemi të mirë, niyetin e kemi të pastër dhe punën e bëjmë në drejtim të asaj. Dobit që sjell uniteti apo bashkimi janë të shumta që pak a shumë do të mundohemi mi cek disa prej tyre, jo krejt pas shkak të kohës. Dhe vetë qëndrimi i personit, i individit në xhamat është një dobi. Vetë qëndrimi i tij, futja e tij në një grup, në një xhamat caktuar, qoftë xhamat i xhamis apo xhamat i një organizate të caktuar apo një xhamat apo një grupacion, se po i themi xhamat grupacionit për mos më keq kuptu, një grupacionit tjetër që e kanë një qëllim dhe një ideal caktuar dhe një ideal të mirë për të mirën e popullit. Nga vetë qëndrimi i këtij e bën shumicën, e formon, vjen një tjetër dhe bëhet formohet xhamati dhe formohet shumica. Dobia
dobia e shumt e unitetit njëra prej tyre është edhe mundësia që ta jep uniteti apo xhamati ti me u ngrit në shkallë të udhëzimit. Pra, ndoshta nga shahadeti që e ke ditë më herët, nga vetë qëndrimi me xhamat, ti fillon me fal xhumat. Kemi shumë raste në për xhami që njerëzit fillojnë prej xhumas është deri në 5 vakët lidh dhe nuk e lën as namaz më. Domethënë, çysh ka fillu tunet me një shok, ai shoku me një tjetër, 4-5 veta, hajde apo shkojmë xhumon, po shkojmë hajde se drejka, hajde se sabahi akşamit, edhe ka filluar me u bë besimtar praktikues i fesë. Pra, nga bashkimi, nga qëndrimi me njerëz, nga qëndrimi me xhamat, ty ta jep mundësinë ti me udhëzu, me përfitu dije fetare më shumë se sa që ke pas kur je kon tunet në shtëpi, të lujt me ndonjë lojë në kompjuter apo tunet në shtëpi duke lexuar libra veç vet, duke u fokusu në ilm ndoshta, në shkencë apo libra shkencor dhe xhamati ta jep këtë dobi, këtë mirë. Po themi tash neve me qëndruar për kafene, me qëndruar për bastore sportive, sepse ai nuk është xhamati i cili apo grupacioni i cili është mbledh për një qëllim të mirë, apo kemi fjalën për grupet që mblidhen të bëhen për një veprim të hajrit që i kanë dobi njerëzit prej xhamatit apo prej xhamatit si bashkësi muslimane kemi fjalën. Dhe ty t'jep mundësi bashkimi, uniteti t'jep mundësi për me u ngrit në shkallë më të larta dijes, për me përfitu dije dhe ku të qëndron me dikën, ku të flet fjalë të hajrit dhe të mira, padyshim që kemi mësuar diçka. Padyshim se një hadith, një thënie një dietarit, një rregull fetar, qoftë ai edhe ndoshta pak më dytësor, tretësor, sepse jo të gjithë punën me njoft fen mirë ashtu që njohin ata ekspertat e fesë, dhe ta jep mundësinë unitetit ty më u bë më musliman i mirë se sa që ke qenë. Qëndrimi me xhamat apo xhamati, uniteti e ka edhe një dobi tjetër shumë e rëndësishme, sidomos për kohën tonë kur po jetojmë, nga ky bashkim, nga ky unitet lokalizohen apo udhhiqen idetë dhe fuqia jonë që i kemi. Faktikisht ne si besimtarë kemi një fuqi të madhe, cilës nuk ja dim, nuk jemi duke ja ditë vlerën, jemi duke flajt në gjumë nga gjithë kjo rini, nga gjithë kjo mirësi që ne ka falë Zoti si besimtar dhe vetëm na duhet me u bashku dhe me i bashku fuqit, nga bashkimi i fuqive atëherë lokalizohen dhe orientohen gjitha mençuritë tona që i kemi nga secila sferë, një hoxh, një doktor, një inxhinier, një jurist, një mjek, një kutadiun, mblidhen dhe i lokalizojnë dijet e tyre dhe fuqinë e tyre që energjia e cila mblidhet nga uniteti, pra energjia e cila të bëhet për shembull në çabën e bekuar kur bëhet tavafi, apo energjia e cila të bëhet gjatë duas, lutjes në Arafat, apo duas, lutjes në xhami 500-600 vetave, nuk është e njëjtë me lutjen tonë në vetmi, sepse mëshira e Zotit me laçet zbresin në atë vend ku përmendet Zoti në bashkësi dhe është ai hadithi qudsi ku Allahu thot ai që përmend vetmi, ai që përmend bashkësi, ngjashëm për mos e marr kohë më shumë, mos më thellu, dhe ne kur bashkohen fuqitë tona, neve i lokalizojmë, i drejtojmë, i orientojmë më mirë dhe më saktë dhe më në vend duhur njohuritë tona që i kemi dhe punët tona ecin më mirë kur ne bashkohemi dhe rrim në xhamat, në grupacion dhe jemi të unifikuar dhe e kemi shembullin më konkret kur vdiq pejgamberi alayhis salam me vdekjen e tij Ebu Bekri si një njeri i cili ka qenë shumë edhe në gjatë kohës pejgamberit sa ka dalë si imam, ju ka pri xhamatit dhe shkon tek Omeri radiallahu anhu dhe i thotë që ti duhesh me qenë nga modestia e madhe, subhanallahu, për me qenë halife i thotë ti dil, jo unë s'po du, edhe pse ndoshta të tjerë kanë thonë ja Ebu Bekri duhet më konë nga friga për postin, nga friga për se s'm do t'ja jep hakun ashtu që duhet, ka thonë jo, ti dil ti je maj ashpër, je maj rept, je maj sert, je maj fuqishëm, tuten ma shumë ti duhet me dalë, unë jam i but, unë jam i sinqert, unë në atë kuptim jam maj urtë, s'muj ndoshta asi, sepse fuqia jote i ka thonë nduhet mu, në atë kuptim fuqia jote mundet me u bë një udhëheqje më të mirë. Dhe Omeri radiallahu anhu nuk e pranon postin, sepse i thotë ato që i thashë në fillim ti ke qenë gjatë kohës pejgamberit sa ke qenë imam, pejgamberi ke pas shoqërues ku keni bërë migrim, e shumë arsye tjera, ti duhesh tjetër dhe është vendos me qenë Ebu Bekri, por Omeri radiallahu anhu i ka thonë ti llogarit në Omerin
që 24 orë non stop kur të kesh nevojë fuqia ime, që ky sertllëku im, që kjo bindja ime që e kam, apo që kjo frika që më kanë njerëzit si Omer, si njeri i luftës, si shpatës, unë do t'jem shërbimin tënd. Pra, i kanë bashku fuqit, ky me sinqeritetin dhe me butësinë, ky me forcën dhe me qëndrimin që e ka dhe me reputacionin që e ka tek sahabit tjerë, pra që ja kanë frikën për shkak të trimnisti që e ka pas, qëndrueshmëristi, i kanë bashku forcat dhe ka dalë njënin si udhëheqës, si halife që ka qenë Abu Bekri, dhe ky i ka net mas me trimrinë e tij, pra si shembull deshta e marr me tregu që i kanë bashku fuqit. Njëri me diçka tjetër me diçka që një gjë e tillë deve po na mungon për fat keq, neve çohet dikush që nuk është hoxhë jep fetva për hoxhallok, çohet hoxha jep fetva për mjeksi, çohet ekonomisti fol për juristin, për juridiket për të ngjashme. Nëse bashkohemi gjithë, i bashkojmë forcat, i lokalizojmë mundësitë tona që i kemi, ato idetë tona, dhe neve kemi me pas ma shumë sukses. Nga të qenurit pjesë e xhamatit apo të qenurit të bashkuar, neve kemi dobit shumë tas, siç është edhe shkëmbimi i përvojave tona. Pra, në sens që unë s'muj me ditë, ti ke mundësi me ditë. Prej vetave që jemi në shoqëri dhe që jemi një grup cilët mendojnë për hajër, që thash edhe më herët, mendojnë për me bëni punë të mirë, jo çdo gjë unë muj me ditë. Dhe kjo smuja që folëm deri tash është mu kjo që sot besimtarët thojnë unë di çdo gjë. Dhe jepet mundësia një njeri i cili para 2, 3, 5 viteve ka fillu me ardhmë në xhami dhe ka fillu më fal, dhe pa fije turpi, pa fije marrë para hoxhës jep fetva. Dhe para hoxhës dhe shitet para hoxhës, dhe hoxha duhet me net pak si ma i kryllur, pak si ma modest, mos me hyn debat për shkak modestisë që ka, kurse ky xhamatli për 4-5 vite provoi, thojza provoi në fe, është në gjendje me dhon fetva për din. Dhe ai din edhe për zanatën e vet që ka, qoftë mekanik, qoftë çka ta di fal profesioni ka, për hoxhallok, për mjeksi, për çka dush pyet është i gjithanshëm. Dhe kjo është smuja jonë që neve po na brengos, apo kjo është njëra prej shkaqeve që më herët nështë harrum me cek që po na përçon neve. Domethënë ne duhet me besu në përvojën e tjetrit. Unë jam hoxh, muj me fol për hoxhallok deri diku, ti je mjek, ti më fol për mjeksi, ti je jurist, fol për juridik, për avokatur, ti je ekonomist, fol për ekonomi të ngjashme, dhe përvoja tona duhet t'i shkëmbejmë për qëllimet tona që i kemi për vendin, për adheun, për njerëzit në përgjithësi. Dhe ne këtë përvojë shohim edhe në luftën e Hendekut, kur Muhamedi a.s. edhe pse ishte pejgamberi i Zotit, ishte me një formulë kryetar shteti, udhëheqës, komandant ushtrie, por nuk këmbguli me thonë që unë që tham kam u bën luftë, apo strategjia ime është ç'kjo përfundimtarja, ja çes bulën edhe s'më intereson çka thoni. Për çka bëri? Tha unë për çështjet e dunjos jam sikur ju, unë di sa ju. Për çështjet e ahiretit apo për çështjet e dinit jam pejgamberi i Zotit. Dhe u çon një sahabi dhe e dha një propozim që pastaj ai propozim doli të jetë i suksesshëm dhe fituan muslimanët luftën e Hendekut. Çfarë ishte ai? Ai tha që duhet ta bëjmë një grop me parametra të caktuar, një hendek, edhe për ta arsye morr emrin lufta e Hendekut, dhe ky hendek duhet jetë një barrierë, një grop mes nesh dhe pabesimtarëve, dhe doli të jetë që përvoja e këtij apo të menduarit ndryshe si një luftëtar, si një strateg lufte apo si një komandant të ngjashme, bëri që besimtarët me qenë fitimtar. Dhe e fundit dhe krejt për fund, prej dobive të bashkimit apo të unitetit apo të xhamatit është që qëndrimi yt në bashkësi, qëndrimi yt në një vend ku ka xhamat, ta jep mundësinë ty me fitu më shumë sevape. Ta bën të mundshme me fitu sevape. E shet dikon duke dhënë sadaka dhe ti jep sadaka. E shet dikon duke fal namaz, çosh ti fal namaz. Shoku yt merr abdes për me fal namaz, aty paçare që me fal namaz, nëse s'don shumë. Pra, qëndrimi me dikon që fal namaz apo qëndrimi yt me një xhamat caktuar, ty ta jep mundësinë me fitu sevape, me bë të mira, me bë hajër, sepse 4-5 veta mblidhen dhe thonë na po e qesim nga 5 euro për një fukara dhe ti kemi në shtit xhepin, dorën në xhep kemi 105 euro në tavolinë. Dhe e shumë sevape tjera që për momentin ndoshta s'u kujtohen, por qëndrimi ynë në xhamat neve na bën që na me përfitu nga qëndrimi ynë dhe me pas sevape më të shumta, me përfitu, me u mbush me të mira nga vetë fakti që jemi duke qëndruar në një xhamat të caktuar.
Besimfënin, me të vërtet ka mbet nështë edhe shumë gjara që duhet flasën për këtë temë. Dhe që ka nevoj shpirti ynë, ka nevoj zemra jonë, ka nevoj vetvetja e secilit person musliman që ta gjej rahatin, ta gjej atë rahatin shpirtërore, ta gjej qetësin me këto fjalë Zotit, me këto fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për të kthyer bazën fetare siç ka urdhëruar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në unitet. Prandaj janë minutat e fundit të emisionit ton, më thash do të kishim biseduar edhe shumë me gjithë shef, por ja që minutazha është e kufizuar dhe emisioni ynë e ka 4 minutazh, duke shpresuar se të takojmë në ndonjë emision tjetër sërish dhe padyshim që këto tema aktuale, këto tema që në shumë të rasteve na prekin zemrat tona, duhet debatohen, jo vetëm prej emisioneve këto që neve kemi emisione fetare, po pse mos debatohen në emisione tjera, ashtu që ta gjejmë atë pikën e bashkëpunimit mes tonë, pikën e unitetit mes tonë, të lihen këto gjëra të cilat neve po na bijnë çdo ditë më shumë gjëra të këqija, po na shkatrajnë neve në çdo aspekt jetës sonë, ta gjejmë unitetin, ta gjejmë bashkimin dhe të ecim përpara. Faleminderit edhe një herë në emër timin, në emër stafit të VBS-s për kohën që gjetet, kryetari nderuar, më shpresoj se të takojmë edhe në emisione tjera. Të duhet të shikues, për fund nuk na mbet asgjë tjetër, vetëm se edhe një herë një falënderim të veçantë kryetarit Bashkisë Islame për rezervën për besim, magjistrit Besim Efendi Berishës për kohën që gjeti dhe gjithë juve. Me shpresë të takojmë në emisionin tjetër të radhës, ju përshëndes, unë Faruk Ukalla, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Faleminderit.